është e paimagjinueshme se si do thotë këtë shoqënia mund të jenë shkrimtarë dhe mund të jenë do thotë krijues të veprave letrare, se krijues të ndonjë literature. Pra tjetra krijimi i një vepre do thotë qoftë roman, qoftë tregim, qoftë poezi ose qoftë një vepër shkencore, ka rregulla se si ndërtohet dhe kush mund ta ndërtojë atë. Por jo për shkakun një person i cili në jetën e tij nuk e ka shkruar asnjë artikull ose nuk shquhet për ndonjë trashëgimi të leximit ose trashëgimi të studimit dhe shet do të thotë që ka shkruar një libër. Dhe pastaj janë edhe të lashe tjera që shpesh herë tek ne dhe mund të krijohen vepra letrare me emra të personalitete, po mbrapa aty të jenë krijues kredi dikush tjetër. Po do të thotë mund ta shkruaj një vepër letrare, një roman, prozë ose kutadione, ta paguaj për shembull ta zëmni shumë caktuar dhe ai del e kom shkruar një libër, po ti kur nuk e din do thotë është shtetina apo është. Edhe kjo problem tjetër në veti. Është problem tjetër në veti, po megjithatë një lloj kanoni do ta kishte saktuar se cila do thotë rruga e botimit dhe ka do të kishte shku do thotë leximin.